Një shtetas shqiptar është arrestuar nga autoritetet bullgare pasi u kap duke transportuar një sasi të konsiderueshme marijuane me vlerë rreth 500.000 euro në pikën kufitare të Gueshevos në hyrje të Bullgarisë nga Maqedonia e Veriut. Sipas mediave të huaja, ngjarja u regjistrua më 6 qershor, ku një kamion me targa shqiptare u përzgjodh për një kontroll të detajuar doganor. Gjatë inspektimit, oficerët zbuluan 6 qese të mbushura me një substancë bimore të gjelbër, e cila ishte fshehur në një ndarje të ndërtuar posaçërisht brenda kabinës së automjetit. Testet e kryera në vendngjarje konfirmuan se bëhej fjalë për marijuanë. Sasia totale e drogës së sekuestruar rezultoi 60 kg, ndërsa vlera e saj në treg llogaritet në rreth 500.000 euro. Pas zbulimit të ngarkesës së palishme, shoferi 28 vjeçar shqiptar tentoi të largohej nga zona e kontrollit, por u ndalua pak minuta më vonë nga efektivët e policisë kufitare bullgare. Me urdhër të zyrës së prokurorit të qarkut, i dyshuari është vendosur në ndalim për 72 orë, ndërsa prokuroria ka nisur procedurat për sigurimin e një mase më të rëndë sigurie, duke kërkuar vazhdimin e paraburgimit të tij deri në përfundimin e hetimeve.